Qeveria sjell argumentin se tilla investime do të ndihmojnë ekonominë e vendit, qoftë investime atje, qoftë me vendet e reja të punës. Si përgjigjen kësaj? Me që kemi parë në projektet e tjera, nuk ka qenë rasti, pra ne unë qohim Green Coast, në Palas, apo dhe projektet tjera, që nuk kanë sjellë ndryshim të madh, por gjithsesi nuk po i futemi pjesës ekonomisë. Madje po e marrim mirëqenë që do ketë. Pra, le ta pranojmë marrim një hipotezë që është e vërtetë ajo që thotë qeveria. Në çdo rast, ne nuk mund të ndërhyjmë në zonat e mbrojtura, pasi I kemi ruajtur prej vitesh, mbi baza shkencore, mbi argumenta të cilat na detyrojnë që ta ruajmë një zonë mbrojtur, dhe themi meqense na erdhi një investitor, po e shkatrojmë. Vetëm 20% e territorit është e mbrojtur, 80% janë të hapura për investime. Kështu që investimet të këtij lloji, sepse dhe zonat e mbrojtura mund të bëjnë investime, por duhet të jenë patjetër në përputhje me habitatet. Ndërkohë që investimet të këtij lloji, Shqipëria ka 80% të territorit të saj të përdorshëm për turizëm masiv, për turizëm me ndërtesa të mëdha, për qytete të reja, nëse është nevoja, siç duan të bëjnë aty. Kështu që askush nuk është kundër zhvillimit. Ne jemi njerëz që nuk jetojmë poshtë gurit, po edhe ne përdorim gjithë mirat që sjell zhvillimi. Dhe zhvillimi ka disa versione dhe në zonat e mbrojtura zhvillimi duhet të jetë I qëndrueshëm, duhet të jetë afatgjatë dhe të krijojë një mundësi për një ardhmë më të sigurt. Në momentin që ne shkatrojmë gjithë burimet tona natyrore, nuk kemi më një ardhmë të sigurt, nuk kemi më siguri për ujë, për lëndë ndrysore të gjithë tjerat apo për mbrojtjen ndaj katastrofave. Kështu që në këtë rast një projekt I tillë nuk shkon në krah zhvillimit, por është në anën e kundërt të zhvillimit, në mendimin tim. A ekziston mundësia e një zhvillimi ekonomik në atë zonë, qoftë duke mos ndërtuar aeroportin dhe mbase vetëm ndonjë resort apo diçka tjetër, pa e cënuar biodiversitetin? Zona është një thesar, pra kushdo që do ta kishte ose kushdo nga të huajt që vjen në atë zonë, mendon se zona sjell shumë të ardhur, ashtu e paprekur siç është. Por në fakt zona është lënë e pamenaxhuar, është lënë pasdore, madje nuk ka as kontrolle. Zona ka një potencial shumë të madh për zhvillim qëndrueshëm, për një turizëm natyror, për të trajnuar banorët lokal se si të bashkëpunojnë me natyrën për të zhvilluar dhe për të pasur një rritje ekonomike, qoftë me turistët e huaj që vinë dhe përdorin me kamprat e tyre territorin, qoftë duke vënë një fi për vizitorët, edhe shumë mënyra të tjera. Pra kemi një hapësirë prej gati 17.000 hektarësh, të cilat janë lënë të pamenaxhuara. Siç thash, zona ka një mundësi shumë të artë, shumë të mirë për të zhvilluar në mënyrë qëndrueshme dhe duke pasur mundësinë që të ardhat të shpërndahen tek banorët dhe tek komunitetet. Në rastin konkret, ne menaxhimin e burimeve natyrore të zonës ja heqim banorëve dhe ja japim një investitori tjetër, I cili e tjetërson zonën dhe banorët detyrohen të jenë shërbëtor nga menaxhues të burimeve të tyre, detyrohen të jenë shërbëtor në resortet e tjera. Çështja ka tërhequr vëmendjen e mediave ndërkombëtare. Një nga ata është dhe CNN dhe ju keni qenë pjesë e bisedës me ta. A mendoni se kjo e ka shtuar presionin mbi qeverinë dhe si ka ndryshuar rrethana tashmë që gjithë vëmendja botërore ka shkuar aty? Unë shpresoj që ta ketë shtuar presionin mbi qeverinë. Nuk di të them nëse po apo jo. Me çfarë shohim nga reagimet e kryeministit nuk janë as etike as të qëndrueshme. Një ditë ne akuzohemi si të paguar nga shteti grek për të ndaluar zhvillimin, një ditë tjetër pagohemi nga shteti iranian, një ditë tjetër është një grupim tjetër e me radhë. Në mendimin tim kjo është një formë që tregon që kryeministri është në presion. Nuk e di se si do jenë reagimet në të ardhmen, pra nëse do ketë një reflektim, patjetër që zona duhet ruhet dhe ai duhet jetë vendimi I duhur. Protesta ndërkohë ka ardhur në rritje për shumë arsye, siç thash, ishin
njerëzit që nuk ishin informacion, ishte marrja zvarre e protestuesit dhe mosreagimi i policisë që i ngritën më shumë pesh publikun dhe donin të reagonin, pra u pa që shteti nuk ishte më në shërbim të qytetarëve për ruajtjen e resurseve. Dhe besoj të gjitha këto ndodhi sot dhe në rritjen e numrit të protestuesve dhe në qendrecë dhe patjetër kjo tërhoqi dhe vëmendjen e medias. Po patjetër nuk mund të jetë menjan që për shumë media interesi ka qenë edhe sepse projekti lidhet me Jared Kushner, i cili është vendri i presidentit Amerikës. Çfarë reagimi keni marrë nga organizata ndryshme ndërkombëtare, sidomos ato që janë në mbrojtje të mjedisit? A mendon se do të ndikojë kjo dhe a mendon se i gjithë ky reagim, qoftë i organizatave ndërkombëtare, i mediave ndërkombëtare, po sidomos edhe protestave, do të ndikojnë në prishjen e imazhit të Shqipërisë dhe tërheqjen e investimeve të huaja ashtu siç akuzon qeveria? Nga organizatat ndërkombëtare kemi pasur shumë mbështetje, patjetër ne kemi partnerët tanë të cilët janë vënë në një linjë me ne për të marrë masa, për të ngritur ndërgjegjësimin, për të kundërshtuar projektin, për të dhënë informacion dhe ekspertizë, për sa i përket dhe monitorimeve apo studimeve shkencore. Për sa i përket tërheqjes së investitorëve apo imazhit të keq, duhet të thënë që kanë qenë po këto organizata, të cilat dhe organizatat e Shqipërisë, të cilat ja kanë rritur imazhin e Shqipërisë, me gjithë informacionet dhe studimet dhe publikimet për rritjen e ndërgjegjësimit, me gjithë gjendjet për jetën e egër, të gjithë promovimin që ne kemi bërë për natyrën. Shpesh herë këto janë bërë lajme edhe ndërkombëtare, të cilat dhe qeveria i ka shfrytzuar për të marrë përfitimet e veta në sensin e ardhjes të vëmendjes dhe të turistëve të natyrës. Dhe nëse në këtë rast imazhi i Shqipërisë është jo i mirë prej shkak të protestave dhe reagimeve, kjo nuk është përgjegjësi e askujt tjetër përveç se e qeverisë. Sepse, siç tham, po ndërhyjmë në zonat mbrojtur, ne nuk mund të presim që njerëzit mos të reagojnë për pasuritë e tyre kombëtare apo ekspertët ndërkombëtar të mos reagojnë për trashëgiminë europiane natyrore. Kështu që Shqipëria e ka shumë në dorë që ta kthejë pllakën dhe të marrë një imazh shumë të mirë duke anulluar projektin dhe duke nxitur ruajtjen e zonës dhe patjetër duke ngritur kapacitetet për një zhvillim qëndrueshëm në zonë. Nëse qeveria e vazhdon projektin pavarësisht protestave, cili do të jetë hapi juaj i radhës? Atëherë, për momentin është thënë që do bëhet një vlerësim ndikimit mjedis i plot. Ne patjetër nuk mendojmë që një vlerësim ndikimit mjedis aty mund të lejojë vazhdimin e projektit, pra vërtetohet që është goxha shkatërtar. Punimet u pezulluan pas protestave dhe me çupa autoritetet donin ta kalonin projektin me një vlerësim ndikimit mjedis shumë vlerësim ndikimit mjedis paraprak dhe shumë përcipëtazi, tani më jemi në një situatë tjetër. Por nëse projekti vazhdon, patjetër ne do ndjekim gjithë hapat, do ndjekim hapat ligjor, do ndjekim marrëdhëniet tona me Bashkimin Evropian për të ushtruar presion mbi Shqipërinë patjetër, duke qenë se Shqipëria është një vend kandidat dhe për më tepër ka marrë përsipër të ndryshojë ligjin e zonave të mbrojtura për ta përputhur me Bashkimin Evropian. Pra, nëse ne shohim kushtet që Shqipëria ka për të futur në Bashkimin Evropian dhe për të mbyllur kapitujt e mjedisit, njëri nga kushtet është ndryshimi i ligjit për zonat e mbrojtura. Pra, Shqipëria nuk mund të futet në Bashkimin Evropian nëse nuk ndryshon këtë ligj. Po ajo që ne shohim është që autoritetet duan të ndryshojnë situatën në terren, duan të bëjnë ndërtimin fakt të kryer, ta fillojnë dhe më pas të ndryshojnë ligjin siç kërkohet. Kjo është një tallje si me publikun, si me Bashkimin Evropian, në të cilën patjetër të gjithë duhet të reagojmë dhe të hedhim dritë mbi këtë. A jeni optimist se do ta fitoni këtë betejë? Nuk e di, ajo që më bën optimist është që reagimi është prej dashurisë që njerëzit kanë për tokën dhe për natyrën, dhe nuk është një reagim mbi urrëtitjen që mund të jetë mbi palët politike apo mbi
mbi persona të caktuar dhe përderisa është kështu është e qëndrueshme dhe mendoj se betejë do vazhdoj për ta fituar. Çfarë do të thoni shqiptarëve të cilët nuk po marrin pjesë në këtë protestë apo nuk e shohin si diçka që u përket atyre? Atëherë, thirrja ime është pra të gjithë ne luftojmë për një Shqipëri më të begatë. Shqipëria më e begatë është nëse ruan burimet e saj natyrore, sa më shumë rezerva të ketë dhe të mirë menaxhuara, aq më shumë potencial ka për zhvillim, aq më shumë qëndrueshmëri ka për të ardhmen. Kjo nuk është një luftë kundër zhvillimit, kjo nuk është një luftë politike në sensin e përfitimeve dhe agendave politike. Kjo është një luftë për një Shqipëri më të mirë, e cila ruan dinjitetin, ruan identitetin dhe rezervat e saj natyrore. Patjetër ne presim mbështetjen e gjithëve dhe patjetër çështja ka të bëjë dhe me zbatimin e ligjit. Pra ne nuk mund të shkelim ligjit nëse është një investitor i madh, nuk mund të ulim transparencën nëse është një emër që na pëlqen. Ne ashtu si bota perëndimore duhet të kemi zero kompromis kur vjen në gjykimin e aksioneve që bëhen mbi natyrë apo mbi përditshmërinë e sociale dhe të vendit tonë. Kështu që është një betejë e gjithëve, ne patjetër shohim që ka një mbështetje edhe nga ata që nuk bashkohen, por ata që nuk bashkohen nuk duhet ta shohin sikur po dëmtohet diçka, por Shqipëria vetëm fiton me ruajtjen e një burimi natyror siç është Laguna e Nartës. Nëse do të kishit 1 minutë për t'i folur kryeministit Rama, cili do të ishte mesazhi juaj për të? Atëherë, një qeveri votohet për ta çuar vendin përpara, për të siguruar nevojat dhe të drejtat e pakicës, pasi patjetër shumicën e ka. Në rastin konkret, Shqipëria është bërë një shumicë për ruajtjen e natyrës dhe patjetër për futjen e Bashkimit Evropian. Rruga që po ndiqet është komplet kundër të dyjave, është një rrugë e cila nuk na çon drejt Bashkimit Evropian, të paktën drejt vlerave europiane, ne po abuzojmë mbi territorin tonë. Dhe nga ana tjetër nuk është mënyra për të pasur një trajtim të qëndrueshme. Ne nuk mund të manipulojmë vazhdimisht opinionin publik duke thënë se ne mund të ndërhyjmë sa duam në natyrë dhe akoma të ruhet. Ne nuk kemi luksin për ta humbur vjosnartën dhe duhet të reagojmë tash për ta mbrojtur. Si do të dëshironi që të kujtohet në të ardhmen kjo lëvizje qytetare? Lëvizja ka marrë një emër, lëvizja quhet Revolucioni i Flamingove. Pra ka edhe pjesën e revolucionit i cili në një farë mënyrë mund të jetë i ashpër, por flamingo dhe natyra janë gjëja më e butë që ne mund të hasim në jetë. Çdo njeri që jeton me natyrën edukohet më mirë në mendimin tim, mëson të jetë më i butë dhe më i dëmshur. Kështu që kjo unë do doja që të kujtohet si revolucioni i flamingove, i cili arriti të jepte mesazhin që shqiptarët e duan tokën e tyre, e duan natyrën dhe nëpërmjet dashurisë për vendin e tyre arritën të mbronin zonat e mbrojtura dhe Lagunën e Nartës.